Varet se kuj i thuhet tradhti. Nuk është tradhti qoftë se shkon një herë me një femën, po them, nuk më quhet tradhti. Po nëse një Kur e grua don bën njëjtën gruan, gjë ja me një plotëson mashkull. gjitha kushtet. Nuk është për dorë lekin, nuk e për buzë. Nuk bëhet nami. Edhe me shkuj herë me femën. Si me shku me një çift të mësine, po Po ta marr. nëse një grua bën njëjtën gjë, a quhet tradhti? Shiko, është vështirë me pranu realitetin. Sa e një lloj është në fakt. Pa është vështirë me pranu këta. Kurse rrjetet sociale si ndikojnë shumë e shumë. Çfarë mendoni ju se e nxit tradhtin? Pse tradhtojnë njerëzit? Varet nga karakteri i njeriut. Them unë, sepse jam psikolog. Ka që tradhtojnë nga halli, e kanë gruan e smuar. Gruaja e përbuzë, nështë detyrohen me tradhtua, pa varet nga karakteri i njeriut. Shumë ndaj unë. Ju do ta falni tradhtin? Jo. Po vetë do dëshironi që të faleshit? Unë as nuk tradhtoj, as nuk e fali tradhtimin. Na jena rrit në një kohë tjetër. Për mua gjithçka familja.